Bashka, çka ka ndodhë? Gati në kanë zotë gjallë ka qatë. Fati që Beqiri dha shajnë e rrezikut, në pështu. Beqiri? Po, Beqiri. Ata më këshin zonë ka qatë. Mu nuk e di që ka bo me ta. Bëmëci, këto janë dy gjama. Ai Beqiri, ose na ka mashtru se bashkëpunon me neve e është bashkëpunëtori kaçakëve, ose Ramizi e ka detyru me kallxu me kanë bashkëpunan. E për që ata të ka thirë Bashka ty me u taku me ta. Dyat këtu munën me konë sakta, komandir. Nuk e di mo për një fije fliu ki kena pështu. Burgia, a menon ti që ai Beqiri për pos bashkëpunimit me Bashkën, ka ditë edhe nej sekretonin me rëndësi? Ti e din Ratko. Unë jam si peshku. Guj kam, amo nuk del fjallë për mije. Veç në kuftë se Bashka e ka lëshu gujnë ma shumë se që o dashtë. Jo, gospodin. Beqiri e din veç emrin tem. Kur gjo ma shumë. Po këtë herë në ka pështuaj njëri junë që e kun pas angazhu me vrau Beqirin. E po, përsa ta na gjithmonë duhet me pas në shërbim, po shteni Albanca. Unë po shpresoj se ai Beqiri nuk e ka morë vesh kush na ka kallxu neve rrugën deri te shpilla e kaçakëve. Nuk besoj që e din. Unë nuk i kun kallxu. Ama na nuk guxojmë kur qysh me konë qetë. Ai Ramizi e ka qit Beqirin sitën shosh, e me siguri i ka morë krejt informatat e rëndësishme që ju kanë dashtë.